نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pas tauhidit dhe realizimit të pastër të tij, nga obligimet më të mëdha, realisht obligimi më i madh i kësaj feje është kryerja e namazit. Me ta e adhurojmë Allahun, por e madhërojmë Allahun në mënyrë kualitative, ashtu që ka kërkuar Allahu për neve, sepse ky është edhe qëllimi i krijimit ton. Mirë po, është mirë për vllazni me marr ka pak veten tonë pyetjena ku jem karshi këtij obligimi. Apo arrim ta madhurojmë Allahun ashtu që ka kërkuar Allahu nga ne, përveç se me adhuru, por e me madhuru Allahun. Andaj, për fat të keq, nëse nalëm dhe analizojmë ummetin përgjithësi, do shohëm se kem dështu me kuptu se pas tauhidit, do në obligimi më i madh, më i rëndësishëm që do të me çunë vend, është namazin. Andaj, e sheh sot se do në shumë ummeti ka dështu me kuptu do në cilësit që do të me pos një burë. Sot me bo me alyp dikush vojzën, a i ko me vetë a pin raki, a lun kock, a është i drogës, a i është punëve të liga, dhe pastaj do në ndoshta pyet për namaz, o ndoshta hiç nuk pyet. Këtë çfarë kanë më usill për kritere të tjerëve. Po, haram është alkoholi, këtë që ato janë haram, këtë janë veprat këqija, po këto vinë ka pak ma poshtë. Fillimisht me këshyr çaj rob që ti po do me marr, apo çat djalë që ti po ki qef me bodhondër, me këshyr ku qëndrojnë raportet e tij me Allahun. Të tjerët i kanë standardet a pen apo s'pen. Tek na moralet tonë hiç nuk bën pjesë kjo. E pse? Se kem dështu vllazni me kuptu se namazi është shtylla kryesore e fesë. E për këtë arsye, don e shohim që ummeti jon çfarë gjendje ka ardhur, me u fal është mirë. Me u fal është mirë, po me rajt zbën. Çështë populli thonë, me rajt zbën, me vjedh zbën, me piraki zbën. Jo, këtë çto në vërteta. Po na jem kriju, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu po thotë se kum kriju as njerëz as xhenet përveç se me të më adhurojnë. E çështën e namazit, don po do të më sill shpesh hyjt be vllazni se është një çalim i madh në umet. Dikujt ka mundësi më dog që don pe flasëm shpesh dyhen vetë çështën e namazit, mirë po dështoj me kuptu se që ky musliman 90% se folin pas ku namaz. Kanë dështu me çun vend shtyllën kryesore të fesë, e respektivisht kanë dështu me kuptu fenë vllazni. Kanë dështu me kuptu fenë e namazit është pe formave don më të fuqishme përmes të cilave ne e adhurojmë Allahun, mirë po edhe më adhurojmë fenë tonë. Momentin që bjen në sejdë para në dynjas, kujt i bjen Zotit tën, krijuesit tën, po e madhron fen tonë, po e madhron krijuesin tën, mirë po çfarë kem punën, ja mos me pi alkool është më rëndësi, edhe mos me lu kock është më rëndësi, edhe mos me kon për punëve të liga i pamoralshëm, por kem harru se para se mi përmend çto, dosh me adhuru Allahun. Dosh me fal namaz. Andaj çfarë përmenduni pak më herët, kur ti jep sadak për hir të Allahut, ti e çon mesazhin se ti non ke një edukat hynore, edhe te këtë punë të bëse ty të kam mësu feja, mirë po e njëjtën parem do të më marr edhe të çështjet e namazit. Andaj namazi është adhurim i madh. Një ftesë të vogël për meditim. Allahu e ka bën namazin që të hapet apo hyj në namaz me çfarë forme? Pasi tu dhu billahi minash shaitanir rajim, e bën jetë me zemër fuqishëm më fal, edhe thu Allahu Akbar, që i bjen Zoti jam, Zoti i këtë aso që ka kriju është më i madh. Mirë po, në çat namazin tan
që ti pak më herët po thu Allahu Akbar, Zoti është më i madh, mas 10 sekonda ti ja nis më marr me do punë dunjas. Me do punë që hiç krahasohen me Zotin, as janë të paraforta, as janë të rëndësishme, mirë pse se kem dështu vllazni me kuptu rëndësinë e namazit. Kem dështu me kuptu se sa i madh është ky obligim. Kem dështu vllazën besimtar, do me kuptu rëndësinë e këtij namazit, mirë po kur të kuptojmë, atëherë ka mundësi me kanë vonë. Momentin di kur del para Allahut, e merrën shpytje për namazin, se si ka qenë, e ke ky çysh dohet, që atëherë bëhet shumë vonë. E do të më u kfill para se me dhon shpirt. Dhe kjo është obligim jo vetëm për ne, po edhe për familjet tona. Andaj nuk ka shumë 2 herë, 4 herë vet me u përkujtu njerëzve xhamatit namazin, me u përkujtu familjarëve ton, o vllazni mos rrin rahat nëse në shtëpiat e juaja ka dikush që nuk bën namaz. Mos rrin rahat, shqetëso, sikur me pas një kancer. Çështë vllazën besimtar. Që no e shet të tret para durve, e shet të tret para syve, të hub. No, çështë nëse vdes pa namaz, ky njeri rrezikon vllazën besimtar, më godit nga hidhërimi dhe dënimi i Allahut. Andaj kujdesuni për veten tuaj fillimisht, që me fal namazin, 5 kohë namaz, dhe pastaj kujdesuni që në familjet e ju vllazni, ata dashët e juaj, ata që keni qef me i po mirë, e që keni qef me kon në xhennet me ta, mos të jetojnë pa namaz edhe mos vdesin pa namaz. Andaj të nderuar vllazën besimtar, lloj dashën secili nga ne duhet të jemi të kujdesshëm për familjarët tonë dhe është ajo obligimi i madh namazi. Mja kujtu vetes, e kem parasysh se Allahu na ka bërë bërç 5 kohë namaz me fal. Mirë po, mëshira e tij është se ti shpërblehesh sikurse me i fal 50 namaze. Allahu Akbar. Andaj pesheni vllazën besimtar se Allahu qysh na trajton neve me mëshirën e tina, na trajton me dashurinë e tina, dhe ne duhet të jemi ata vetëm që pak ecim drejt Allahut në mënyrë që na hap dyert e mëshirës tina, dyert e bereqetit në jetën tonë, dyert e suksesit, edhe në këtë drejtim vllazën besimtar, po themi prap mos lejo që ti mos më fal 5 kohë namaz. Për fat keq vllazni, ne kemi shumë xhamatli që folën xhumo me vite folën, mirë po se kanë bën një hap drejtim 5 kohë namaz. Vallahi vllazën besimtar, është keq kuptim i fesë. Është shumë çosje gabim, kanë thonë dietarët, veç shembull e kum meditu për me mujt mi arsyetu këta njerëz. Është udhëzimi i Zotit, kanë thonë dietarët, kur vjen koha e namazit, nuk lën shejtani mjet pa përdor për me privu me nol robën Allahut për namazit. Nuk lën mjet. Andaj na ka ndodhur neve, vallahi më lodh, jo s'pamuna hajtë shtyj ma vonë, e çka është ai shejtani që shumicën e atyre që si folën 5 kohë namaz i ka prun që të gjendje. I kalon pa namaz, i kalon që të gjendje do të mashtrimi total. Mirë po nuk bën besimtari që vjen me në vitin nga mbi 50 hutbe, mbi 50 ligjërata, edhe ku ne mundohemi, po flas personalisht që mos me kalu një xhumo pa përmend rëndësinë e namazit, mos me talon shaj. Mos me lëviz një hap ku po mesin vllazni çto këshilla, ku po mesin çto shexheta që ne po i dërgojmë tek masa e xher. Andaj këtë të mos lënë vllazën besimtar që shejtani mjë mujt në mejdanin që Allahu e ka garantuar suksesin. Andaj këtë drejtim di vllazë besimtar se çështja e parë që kemi mund pyetje tek Allahu është namazi. Nëse ai është në rregull, krejt kanë me kon në rregull. Mirë po nëse ai nuk është në rregull, këto ato që ka vinë pasoj edhe ato nuk kanë qenë në rregull. Andaj vllazën besimtar punën që duhet më mirë të me kry, edhe nuk bën me dështu, ai është namazi. Elhamdulillah, Allahu na ka bë prej ehlul iman, për njerëz me iman, dhe duhet të jemi për aty që mund prej që jemi dhe takvallak, që kemi devotshmëri, ajo nuk ndërtohet ndryshe, përveç se me veprat e mira, e vepra dhe shtylla kryesore e kësaj feje është namazi. Me ka që bëndi pjesë në përtytbës, nuk kërkoj falje të Allahu, kërkoj falje së rëfaqë më shërus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërrua vllazën besimtar është thënë se kush dëshiron të adhuron Allahun dhe ta madhëron, le të fal namazin. Namazi vllazën besimtar është zatën edhe don ai miraxhi i besimtarit, është ai ngritja
e besimtarit që ta mundson ty me ngrit tek Allahu dhe me ta fisnikrohesh e kush dështon me fal namazin, vëllezër besimtar ka dështu me adhuru Allahun. Se forma kryesore, vepra kryesore që ne e adhurojmë Allahun është namazi. E çish po mendon vëllezër besimtar ti që nuk i fal 5 kohë namaz me gjithë shpëtim tek Zoti. Kur detyrën kryesore ka dështon me kry, obligimin kryesor me cilën Zoti ka ngarku kë po dështon me kry dhe pastaj për shpëtim. Të nderoj vëllezër besimtar, Allahu na ka bërë borx namazin edhe kemi borx me ja përkujtu edhe juve edhe vetes. Andaj këto është çështja e këshillimit rreth namazit, na vjen një çështje interesant, po du veç me krahasu pak. Ka thonë pejgamberi selam, ai që e dëgjon na ezanin, thirrjen për namaz dhe si përgjigjet dhe s'ka arsye, nuk i pranohet. Tek e nin ezanin, po si përgjigjesh ezanit, edhe s'ki arsye, thot nuk pranohet. Disa dietar kanë nashta pranohet. E qysh po me puna ku të hiç falesh. Çka kimi thon Allah ditën e gjykimit. Nëse sot na i merr dikush telefonat ton dhe na bën një analizë, sa rrim në telefon, po besoj që asnjë prej neve nuk mesëm pa 1 orë, pa 2 orë shumë. Po vëllezër besimtar, namazet, këtë namaz me bë bashkë nuk bojnë 1 orë ku. Qysh pëlejën vetës me të mujtë shejtani në fushën më të rëndësishme të jetës tonë. Andaj në këtë drejtim kanë thonë dietarët që ta që ju ik namazi me xhamat. S'po thonë për ata që ju ik namazi krejt, po që ta që ju ik namazi me xhamat i kanë zemrat e ftofta. Kështu kanë thonë. Këta kanë zemrat ftofta, sepse kur njeriu mëkaton, zemra tina mërzitet. Kur njeriu bën gjëna, zemra ti shqetësohet. E qysh ka mundësi një musliman një vit veç xhumat me fal, edhe zemra tina mos më udrjedh, mos më hollakot, mos më shqetësu. Zemra është e ftoftë. Është e ftoftë vëllezër besimtar. Zemra ka çan, është mrdhi okull, imani tina s'po mund mja dhezat motorin me shti ka namazet. Andaj vëllezër besimtar, keni frikën e Allahut. Keni frikën e Allahut. Namazi është çështje e madhe. Pasha Allah, ton kena me u pyet, a kem fol namazin dhe çfarë them, kjo është çështja poshtë ku më pyet. Mirë po, dera shpëtimit ka lënë qad aflaha almu'minun, kanë shpëtu besimtarët alladhina fi salatim khashi'un, dhe jo ata që veç e folin namazin, po ata që mënohen, ata që e folin këtë namaz me përkushtim. Andaj çfarë thamna? Hapja namazit është Allahu Akbar. Zoti jam është më i madh. Zoti çdo gjë është më i madh. Dhe unë jam krenar që e adhuroj Zotin e vërtet. Dhe unë falenderoj Allahun që Allah musum ka bë pasus që e adhurojnë me derrat, majmunat. Ka njerëz që adhurojnë gjithçka, ka njerëz që adhurojnë lop, po ty Allah të ka nderuar me kon pjesëtar i kësaj feje. Andaj madhëroj e fejen tonë edhe duke e fol namazin. Dhe duke kryer obligime tjera, e çuqë namaz ti që e fol, ka thënë pejgamberi son çore. Allahu besimtar, ku të nolësh fenë islame dhe të meditosh pashallah, ki me gjetë perla, ki me gjetë gjevahire, ki me gjetë qase të Allah të ndërtuar për neve, mi dashuri dhe mëshirë. Po thot pejgamberi son, namazi pej namazit i fol gjunahet e vogla. Ti 5 vakt namaz veç me i fol, nëse rush për gjunahet vaja, ti kemi u shkarku edhe kanë mu të fol me katët. A nuk është madhështore vllaznikja? A nuk është çështje e rahmetit e dashurisë Allahut ndaj neve? Xhumuja për xhumos, Ramazani për Ramazanit, dhe hadithet përveç të mëdhajave, për të mëdhat do të më u pendu ose me bo haxh. Allahu Akbar. Shikoni vëllezër besimtar, Allahu po na don vllazni, edhe po do na po në xhennet, mirë po ne veç do të mec pak Allahu që Allahu më vrapu kanë. Andaj këtë drejtim namazi është çështje e madhe, faleni me rregull ato. Falni 5 kohë dhe falni me përkushtim dhe kujdesoni vëllezër besimtar që në shtëpia tona të folet namazi. Mos lejoni vëllezër besimtar që shtëpia tona mos më fal namazi. Nuk po them me bodhun, mirë po këshillani. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir, dhe urdhro familjen tonë me fal namaz dhe insisto. Çelësi i suksesit është insistimi
dhe doja. Allah na mëson vëllezër besimtar me këtë obligim, ashtu që është Allah i kënaqur, e lutem Allahun që në të shtëpia tona mos me pas njerëz që nuk folin namaz, e lutem Allahun që popullin tonë vllazni me udhëzu. Lot në vëllezër besimtar se vëllai nuk është marrë, edhe hiç nuk është keq me lut Allahun që Allahu me udhëzu dhe familjet tona, po dhe popullin tonë e kem barç na kushtimisht vllazni, po them kushtimisht, po mos keq kuptohen, jem elita e këtij popullit tek Allahu. Jem elita e këtij populli tek Allahu, se Allahu na ka ndëruar me iman. Edhe në këtë drejtim do të vazhdimisht me investu në imanin ton, me rujt ato dhe me fisnikru me veprat mira, por edhe mu kujdes për të tjerët. Andaj vëllezër besimtar, përcjellni tutje këto mesazhe dhe mundoheni të jeni për atyre që ftoni në rrugën e Allahut. Një porësi e fundit vëllezër besimtarë kemi, është kërkuar sot në për gjitha xhamitë e Kosovës të vendoset posta për të përkrahur një vakf në qytetin e Klinës. Kushdo që ka mundësi, ftohet të kontribuoj për shkak se jemi duke folur për vakfe. Ato që janë pasuria e Allahut dhe sot ekzistojnë ato për juve, kam pas mirësi. Zoti shpërblet dhe kaq e përndojmë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون